sot se për trafikun e kokainës tashmë përdoret dhe rruga e Adriatikut. Pikërisht trafiku apo përcjellja e sasive të mëdha të kokainës nga Shqipëria drejt Italisë dhe më pas shpërndarje pra në tregjet europiane. Pra kemi jo vetëm tregun përmes të transportit të kokainës, jo vetëm përmes porteve të holandeze, por dhe përmes territorit shqiptar, përmes rrugës Adriatikut dhe më pas për të sfostuar drejt Italisë dhe më pas drejt. Patjetër, sigurisht, edhe përsa i përket rrugës nga rrugës Adriatikut, mund t'i themi, është një operacion e antimafjas italiane i koduar Ura, ku bëri edhe zbërthimin e grupeve kriminale shqiptare të cilët dërgonin pra drogë në Itali dhe në vende ndryshme të Europës nëpërmjet portit të Durrësit, banda e troplinëve të cilët janë akuzuar edhe si të përfshirë në zgjedhje pra. A kanë lidhjen dhe pse gjithmonë si gjykohet, pse gjithmonë këto çështje vinë nga përtej detit, mund të themi? Si që kemi përsëritur dhe gjatë ditëve më të mëparshme, operacioni Ura ka qenë një operacion i bazuar në një aktivitet investigativ kompleks, pra jo vetëm në përgjimet ambientale, fizike, telefonike, bisedave të kriptuara, po mbi gjitha mbi platformën Sky ECC, e cila ka qenë baza pikërisht e komunikimeve të antarëve të këtij grupi dhe të kësaj familje mafioze shqiptare, siç është ajo e drejtuar nga troplinët apo me krye bosin e kësaj familje, të paktën që përmendet në këtë operacion që është Visi i Pojës. Edhe ky operacion është përmendur shpesh gjatë ditës së sotme, pasi vetë drejtori i antimafjes Karbone ka qenë i pranishëm në Tiranë dhe unë kam realizuar dhe një intervistë ekskluzive për redaksin Syri, pikërisht për të kuptuar dhe mësuar më shumë se pse ky operacion me urdhër arrestimi të firmosur më 21 shkurt 2025 nga Prokuroria Antimafjas së Barit në bashkëpunim me koordinim të atë të Romës, ekzekutohet në Shqipëri 3 muaj më vonë, pra siç e kemi parë pak më parë, pra në maj të 2025. Me 21 shkurt është lëshuar nga autoritetet italiane, ndërsa në 30 prill sigurisht është firmosur në Shqipëria, por u vonua. A i kanë dhënë një përgjigje kësaj vonese dhe çfarë pikpyetjesh ngrihen?